Ligjërimi I parave të pista po sofistikohet gjithnjë e më shumë duke bërë që nga viti në vit të krijohen skema të reja për pastrimin e fondeve të paligjshme. Agjencia e Inteligjencës Financiare ka publikuar raportin vjetor për vitin 2024, ku ka analizuar 13 tipologji të pastrimit të parave në Shqipëri, nga krijimi I bizneseve për këtë qëllim tek një rrjet I organizuar për njohje, mashtrime me karta bankare, investime në pasuri të paluajtshme nga funksionar të lartë shtetëror, mashtrime në forex përmes call centerave e deri tek plani I skemave piramidale. 3 shtetas të huaj hapin 3 biznese në vend dhe përmes tyre përfitojnë 3 milion euro, transferta që vinin kryesisht nga Singapori, Rumania dhe Kolumbia, e fshieshin nën petkun e shërbimit të konsulencës. Të gjitha bizneset e shtetasve të huaj u hapën nga një shqiptar, I cili më parë kishte qenë I punësuar për një person që merrej me trafik të lëndëve narkotike, pasuritë të cilit ishin të sekuestruara. Burimi I gjithë parave ishin qytetarët që kishin rënë prej mashtrimeve. Këta shtetas që parat I pastronin në mallra luksi, kriptomonedha apo transferta ndërkombëtare, në fakt më parë mashtronin qytetarët që të investonin në fusha të caktuara, duke ju premtuar 20% fitim më shumë se sa vlera e investimit. Mënyra e realizimit të veprimtarisë mashtruese konsistonte në përdorimin e skemës piramidale Ponzi, thuhet në raport, e cila konsiston në mashtrimin e qytetarëve me investime në sektor të ndryshëm, e më pas kthenin investimin e premtuar, duke e bërë të besueshëm aktivitetin, dhe në momentin që investimi I tyre vijonte, mashtrimi rezultonte me sukses dhe parat I humnin direkt, njëjtë si firmat piramidale të vitit 97 në Shqipëri. Nëpërmjet kësaj skeme arritën të mashtronin me mijëra investitorë dhe shuma e përfituar arriti deri në 40 milion euro. Kjo skema aktualisht po hetohet nga organet ligjore. Tipologjia e tjetër, një kompani e hapur në 2016 në Shqipëri me aktivitet në fushën e internetit, shitjeve online e publicitetit, me vetëm një administrator kishte përfituar 6 milion euro nga transfertat nga jashtë vendit në llogaritë që I kishte në 2 banka. Paralelisht, kjo kompani nga viti 2023 në 2024 deklaronte fitim 30 fish më të lartë që nga krijimi I kompanisë, ndërsa fondet I qarkullonte duke bërë transferta për shtetas të huaj. Përmes marrjes së fondeve nga shoqëritë të huaja dhe transfertave jashtë vendit, kjo kompani synonte të humbte gjurmët e aktivitetit real, që në fakt nuk ishte në fushën e IT-s, por për përdorimin e platformave me qëllim njohje mes individëve, duke mashtruar qytetarët kundrejt tarifave. Tipologjitë e tjera të pastrimit të parave kishin të bënin kryesisht me investime të fondeve të pajustifikuara në sektorin e pasurive të paluajtshme, nga ish zyrtar të drejtësisë apo funksionar të lartë të shtetit.